ose vendi do duhet kishte një qeveri të re, që prodhohet nga rezultati zgjedhjeve të 9 shkurtit, pra me fituesin e zgjedhjeve si kryeministër, në këtë rast zotri Kurti, ose vendi duhet të shkojë në zgjedhje. Pra nuk mund të ketë qeveri pa fituesin e zgjedhjeve. Ishte sot seanca për votimin e qeverisë, që do duhet rezultante pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, pra zgjedhjeve të rregullta që i kishim. Për herë të parë pas një qeverie që përmbush mandatin deri në fund, ka një kohë të gjatë prej datës 9 shkurt deri më tani dhe kryesisht me zvarritje të shkaktuara dhe blokada të shkaktuara, gjë që e pam edhe tash edhe sot që u materializua në formë të inatit dhe xhelozisë politike, ku partitë opozitare vendosin të barrikadohen dhe më të vlefshme e konsiderojnë që të votojnë kundër fituesit të zgjedhjeve dhe të pamundsojnë që fituesi i zgjedhjeve të qeverisë me vendin, se sa të vendosin interesin shtetëror përpara. Pra, interesi shtetëror në këtë rast mori pozitën e dytë, ndërkaq primare për opozitën ishin inatet politike. Ne prej ditës parë, pra kur prej fillimit, prej certifikimit dhe prej ditës parë kur është thirrë seanca konstituive, kemi ndjekur të gjitha afatet si subjekt fitues, asnjëherë, asnjë ditë të vetme nuk kemi vonuar. Pra që në ditën e parë në seancën konstituive ne kemi propozuar kandidatën tonë për kryetare të kuvendit, nuk kemi vonuar propozimin, por ka qenë opozita ajo që ka blokuar votimin dhe në ka zvarritur pra deri tash sa muaj. Ishte ngjashëm edhe me të marrë, pra me formimin e kuvendit, me konstituimin e kuvendit dhe me të marrë emrin e mandatarit, ne brenda afatit kushtetues kemi dorëzuar pra dhe kemi thirrur seancën, kemi dorëzuar emrin e mandatarit dhe kemi thirrur seancën. Pra nuk ka asnjë ditë vonesë për te afateve kushtetuese që ka shkaktuar fituesi i zgjedhjeve në këtë rast lëvizja vetëvendosje. Të gjitha zvarritjet, të gjitha vonesat, pra siç u pa dhe sot, kanë qenë pikërisht në mënyrë që të bllokohet qoftë formimi i kuvendit, qoftë edhe formimi i qeverisë nga fituesi i zgjedhjeve dhe të krijohet një ambient ku të gjitha partitë opozitare barrikadohen dhe në anën tjetër ankohen pse nuk ka marrëveshje politike, e që kur të njëjtave u ofrohet marrëveshja politike, të njëjtat refuzojnë. Pra, kjo është një paradoks në vetvete, kjo me të vërtet është, do të mund të thaj edhe tragjike për demokracinë e një vendi si Kosova, ku subjektet politike pra vendosin inatet politike para interesit shtetëror dhe para formimit të institucioneve, e kësaj pra të rrezikojnë qëndrueshmërinë e shtetit, duke mos mundësuar pra formimin e qeverisë, e kësaj edhe votimin e buxhetit, votimin e shumë marrëveshjeve ndërkombëtare që janë në pritje, janë qindra miliona euro që mbahen të bllokuara dhe që ekonomia e vendit do të përfitonte nga to. Pra kemi një situatë ku modeli i bashkëpunimit që kemi ofruar ne është refuzuar. Ndoshta në të kaluarën ka qenë më e lehtë që gjendet bashkëpunim përmes terminaleve doganore, përmes pozitave në ambasadat të caktuara dhe përmes edhe rishfeteve apo korrupsioneve të tilla të ngjashme. Mirë po, ne çfarë kemi ofruar fillimisht, kemi ofruar që fillimisht të ndahet pra formimi i kuvendit, që është obligimi të gjithë deputetëve, prej formimit të qeverisë, që është proces që duhet bëhet nga një koalicion qeverisës. Kjo është e para. E dyta është, kemi ofruar qeverisje pa listën serbe në të. Pra një qeveri që nuk e pret listën serbe me orë të tëra derisa të vjen prej Beogradit me instruksionet që ka marrë nga atje se si ta sabotoj Republikën e Kosovës. Kemi ofruar marrëveshje që nuk parasheh që në 3-4 muajt e parë të formohet asociacioni i komunave me shumicë të popullatës serbe, por në fakt ajo çfarë kryeministri tha që javën e parë pra do të kishim vendime të cilat do të ishin në të mirë të gjithë qytetarëve, duke filluar nga miratimi i buxhetit për pensionistët, veteranët e luftës së ushtrisë ligjore të Kosovës, shtesat për fëmijë, punëtorët e sektorit privat me pagën minimale e shumë vendime të ngjashme. Pra kjo ishte oferta e qeverisë Kurti 3, e cila u refuzua pra qytetarëve i u mohua që të përfitojnë nga këto vendime të mira, sepse partitë politike opozitare e vendosën inatin politik. Nëse keni qenë të kujdesshëm, unë vazhdimisht kam paralajmëruar dhe kam thënë që ne duhet të ndajmë këto dy procese. Është njëri proces i kuvendit, për të cilin do duhet të votonin të gjitha subjektet parlamentare, sepse është obligimi të gjithë deputetëve ta konstituojnë kuvendin.
Kjo ka qenë pjesa parë. Sa herë më keni pyetur për qeverinë, unë kam thënë që kjo është proces i veçantë dhe ka procedurë të veçantë tek pas konstituimit të kuvendit. Mund të shihni edhe arkivat. Sa i përket votave, ka thënë kryeministri, më testoni, sepse zakonisht akuza ka qenë që kryeministri Kurti po e zvarrit kuvendin, nga pikërisht ata që e zvarrisin kuvendin, akuza ka qenë e tillë, që kryeministri Kurti dhe lëvizja vetëvendosje po e zvarrisin kuvendin, sepse nuk i ka numrat e kësaj po duan ta zvarrisin në pafundësi. U pa përfundimisht dhe u dëshmua që ne as edhe një ditë të vetme nuk e kemi zvarritur. Sa herë që neve na është dhënë mundësia për të propozuar, për të kryer detyrën tonë, ne kemi bën një gjë tillë. Ata që kanë zvarrit, qoftë konstituimin e kuvendit, qoftë edhe tash mos formimin e qeverisë, sepse zgjodhen një natin politik para interesit shtetëror, kanë qenë deputetët e partive opozitare. Në këtë kontekst, kryeministri Kurti ka sfiduar, ka thënë, më testoni, nëse mendoni që nuk i kam numrat, kryeni kuvendin dhe arrijeni qëllimin që po dëshironi të arrini. Por unë nuk do të jem bllokuesi. Ne nuk kemi qenë asnjëherë bllokuesi dhe vënuesit e afateve ligjore dhe kushtetuese për të formuar institucionet e vendit. Çështja është kësaj. Sot ka qenë opsioni, kanë qenë dy alternativa. Ose vendi do duhet kishte një qeveri të re, që prodhohet nga rezultati i zgjedhjeve të 9 shkurtit. Pra, me fituesin e zgjedhjeve si kryeministër, në këtë rast zotri Kurti, ose vendi duhet të shkojë në zgjedhje. Pra, nuk mund të ketë qeveri pa fituesin e zgjedhjeve. Kjo ka qenë dilema. Sot, deputetët e opozitës e zgjodhen rrugën se cila do të jetë përpara. Pra, me vendimarrjen e tyre, me votimin kundër, ata zgjodhen që të shkohet tutje pra në zgjedhje pakthyeshëm, e gjë që për neve ka qenë opsioni më i pafavorshëm, marrë parasysh situatën në të cilën gjendet vendi. Pra mungesa e buxhetit për vitin 2026, marrëveshjet ndërkombëtare që presin për të ratifikuar, e shumë institucione të tjera të cilat ose kanë mbetur pa bord, ose pa buxhet, ose pa mbikëqyrje. Pra është një situatë që në vazhdimsi po i afrohemi pikës kritike me afrimin e fundit të vitit fiskal.